Kthehem në studio për të folur në lidhjet që kanë të bëjnë me ekonominë. Kemi edhe njëherë një vërdi përsëritje të vendimit të ZRE-s ku tha se nuk do ta ndroj vendimin që ka marrë në lidhje me daljen e treg të bizneseve kosovare. Për këto dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me ekonominë, si edhe me ngjarjet botërore. Me mua në studio është Fadil Miftari. Zoti Miftari, faleminderit shumë që pranova që t'jesh pjesë e Fadilis. Faleminderit dhe për ftesën. Neve e pam edhe njëherë që s'do shumë ZRE-ja tha se nuk do ta ndroj vendimin që e ka marrë sa i përket të daljes në treg të lirë të bizneseve kosovare. Si po ju duket kjo çështje? A është normale që duke ditur të gjitha këto reagimet që po bëhen si nga ana e bizneseve, ashtu edhe qytetarët të cilët janë të shqetësuar edhe për rritjet që u bën për ta sa i përket energjisë elektrike, nuk po ka një reagim pozitiv ndaj këtyre gjitha gjërave që po ndodhin në vend? Me thonë të drejtën, për mu t'inglon njerë zakonisht interesant për shembull kjo, sepse me këtë që e thanë, do të thotë, po është një lloj tendence krijimit të një trendi për mosbindje ndaj vendimeve gjyqësore. Dhe realisht, çdo shtet, dhe çdo shoqëri normale, gjëja e parë që duhet zbatohen janë vendimet gjyqësore. Dhe gjykata ka marrë një vendim për pezullimin e atij, tash në anën tjetër vendimit të ZRE-s. Me thonë të drejtën, unë vetë jam jurist dhe kam punuar në rule of law me shumë vite dhe ose nuk po besoj në fakt që mund ta bëjnë diçka të tillë sepse është shumë e palogjikshme që një institucion shtetëror ti thot vendimet gjykatës, domthonjë se nuk e zbatoi vendimin e juaj, pa marrë parasysh a pajtohesh apo nuk pajtohesh. Ajo është i detyrueshëm sepse është vendim gjyqësor. Kjo domthonjë nëse institucionet shtetërore vazhdojnë të mos i zbatojnë vendimet gjyqësore, atëherë ju japin hapësirë çdo njeriu tjetër, madje edhe le të themi njerëzve që mund të jenë të përfshirë në veprime të kriminalitetit penal dhe të mos i zbatojnë ato, është shumë e palogjikshme dhe nuk e di domethënë me thonë të drejtën me çfarë logjike është thënë që nuk e zbatojnë, mirë po mendoj që pa marrë parasysh në rrafshin deklarativ domethënë që e kanë dhënë megjithatë autoritetet e drejtësisë do t'i kanë prap mekanizmat e vet që ata zyrtar aty mund edhe të ndjeken penalisht për mos zbatimin e një vendimi të gjykatës, sepse s'ka sens, nuk ka asnjë logjik një institucion shtetëror t'i shmanget ose në mënyrë të hapur të thotë se nuk e zbatoi vendimin e një gjykate të Kosovës. Është shumë qesharake me thonë të drejtën. Apo shfrytëzon edhe ZRE-ja këtë mos konstituim të Kuvendit të Kosovës, me qenë se mbikëqyret nga vetë Kuvendi i Kosovës, edhe e gjithë kjo lirshmëri themi e ZRE-s që të bëjë çka doj është fali mos konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Me thonë të drejtën kjo tashti thellësisht, unë nuk e kam informacionin se si brenda, domthonjë po nisi nga jashtë, ne që i përcjellim këto gjëra dhe që analizojmë qebesa, veprimet, kjo duket absolutisht në perceptimin tim gjithsesi, po mirë po edhe në perceptimin e masës duket tjetë një le të themi një ndërlidhje mos veprime, ndoshta më mirë themi të quajmë, sepse realisht në një kohë kur Kuvendi nuk është i konstituum, do të thotë esencialisht për një arsye po ndodh. Në fakt nuk është shumë e besueshme ajo që jo do në opozita ta votoj, ose tjera, ky mos konstituim e ka një grupe të caktura, politike ose jo politike, unë e shoh se ekziston një interes jashtëzakonisht i madh diku ekonomik ose ndoshta më pak politik, që të mos konstituohet në mënyrë që veprimet të caktura në institucione
të pavarur ose jo të pavarur, të cilat i përgjigjen kuvendit, dëmon krijohen disa standarde ose disa vendime ose disa realitete të cilat politikë bërja mund të mos marrë përgjegjësinë të ardhmen, sepse s'ka qenë konstitume ose kështu ne nuk e kemi bërë ose tjera. Dëmon. Ose duket që politikë bërja, po patjetër, duket që politikë bërja po i krijon një mundësi zërrejës jashtëzakonisht të madhe që ajo mundësi mund t'jetë dhe unë besoj shumë që do t'jetë penalizuese për zërrejën, për shkak se politikë bërja nuk mban përgjegjësi këtë situatë të cilën jemi dhe përgjegjësia është në tek zyrtarët, tek vendimarrësit aty në zërrejë. Teksa po flasim për këto lëshimet që mund bën nga moskonstituimi, ne kemi edhe në treg pra nafta, cila më njerë ju ka shtrejtu çmimi për shkak të krizës së luftës që ka ndodhur në Iran dhe Izrael, që jemi shumë larg këtyre, po që më njëherë po ka efekt tek ne, po ashtu edhe çmimet të shumë produkteve në treg të cilat kanë ardhur edhe për shkak të energjisë elektrike, po që janë çmim Marramendës, po gjithsesi marramendës për standardin e jetesës në Kosovë, domethënë është tmerrsisht situatë shumë e rëndë. E para punës nuk e di sot në Kosovë sa ishte çmimi me thënë të drejtën, mirë po në tregje ndërkombëtare unë e pash pas deklaratës presidentit Trump për një paralajmërim të pushimit, tregjet u ngritën jashtëzakonisht mirë, për shembull, $66, $66 dhe në $69 ishte për barel çmimi i naftës në bursat ndërkombëtare, që ke një ulje jashtëzakonisht e madhe çmimit, mirë, po nuk e di se si ka reflektuar sot në Kosovë, nuk e kam këtë informacion për fat të keq për shkak se nuk e di që bëhet kjo pyetje. Mirë po, tregjet, pas deklaratës presidentin Trump, tregjet u ngritën. Po gjithsesi, ndërka që tek ne, vetëm për një periudhë shumë të shkurtë, patën shumë rritje të çmimeve, me njëherë. Realisht, tjetësa është një diçka çuditshme, pri që jemi themeluar si shtet, ose Kosova u themeluar si shtet, tu thjerë në të drejtën ndërkombëtare si sui generis, edhe gjanat këtu ndodhin sui generis, sepse çmimet e naftës, le themi në këtë rast, bien jashtëzakonisht shumë në tregjen ndërkombëtare, kurse këtu nuk e ka efektin që realisht është dashur ta ketë efektin me njëhershëm kjo. Ndoshta jemi shumë pasur neve edhe i për. Po fatkeqësisht kjo është mungesa e kontrollit të shtetit mbi realitetin ekonomik dhe çdo gjë që ndodh për të arrujt stabilitetin ekonomik. Këto është ideja e kontrollit, për të arrujt stabilitetin ekonomik, sepse kontrolle politike tjera kemi mjaft gjithandej mirë, po këto është ideja që institucionet nuk të thot vetëm qeveria, se ka mjaft mekanizmat të tjerë që janë të pavarur dhe që kanë mandat për ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Dhe kjo nuk ndodh, nuk e di pse ndodh në anën tjetër, jemi dëshmitar të ngritjes enorme të çmimeve bazike, që janë absolutisht shumë të papërballueshme për një qytetar ose për një familje këtu. Po që presim dhe shohim nëse do të reflektojnë politika kosovare, do presim me padurim. Po tashti realisht ishtë dashtë të reflektoj edhe të marrë masa për ta zbut për afërsisht trendin e ngritjes se çmimeve ose le themi ndjekjen e ati hapi se çfarë po ndodh dhe çka mund të marrë masa për mos me ndodh, ngritja kaq e shpejtë e çmimeve që në fakt në rajon nuk ndodh. Nuk është kështu se të ne ngritja ka që e menjëhershme dhe ka që shpejt e çmimeve, mirë kjo tek ne po ndodh për shkak të vendimit për shtrejtimin e energjisë elektrike. Zërimtari, teksa e patëm neve dhe një intervistë para prake herën e kalume kur ishe këtu në studio, falëm edhe njëherë për geopolitika në cila po ndryshon. Jashtëzakonisht sot shumë ngjarje që ndodhin çdo ditë, që mund të duken shumë të mëdha, pra patëm edhe e Trumpi, cili sulmoj
Iranin në disa pika ku thatë se ka armë bërthamore, pra si po ju duket e gjithë kjo ngjarje, përfshirja e Trumpit, u tha se do ketë një pushim ndërkaq që pati edhe sulme atje. 2 orë gjysmë pas pushimit pati sulme nga Irani. Apo ju duket kjo gjendje stabile e qetë, pra me këtë pushim të deklaruar, apo do kemi përsëri trazira edhe në botë dhe kështu që bota të përfshihet në një luftë të re ashtu siç po flitet? Me thonë të drejten, unë nuk pres le të themi shpërthime shumë të mëdha të mëdha, për shkak se këto situata që janë kriju, duken që janë nën kontroll, ndodhin për arsye për shkak të ndryshimit global që po ndodh, të përcaktimit të një randi mes fuqive të mëdha për dominim. Dhe që është e vërteta, për fat të mirë, bota perëndimore është në një pozicion më të favorshëm në çdo rrethon, për shkak sepse gjithmonë ka qenë ka punu me vetveten, me shoqëritë e veta, ka qenë demokratike dhe tjera dhe në rrafshin ekonomik dhe gjeopolitik janë kriju superfuqi të cilat shtete të lindjes si Kina, Rusia, Irani, që nuk kanë demokraci, dhe kanë absolutisht logjik invazive ndaj vendeve të ndryshme, kudo që i kanë të afërta. Shikoj, le të themi, ta marrim për shembull Amerikën. Shtetet Bashkuara nuk kanë synim ta pushtojnë dikën. Mirë po, Shtetet Bashkuara i dalin ndihmë Izraelit në këtë rast, sepse Irani ka vite i cili në mënyrë deklarative ka thënë se do ta zhdukim nga faqe e dheut, do ta zhdukim nga harta dhe nga faqe e dheut Izraelin. Pavarësisht është një lloj, le të themi, komparacioni, sikur në rastin ton, kur ne se kemi pas fuqinë, kur ne kemi qenë para shfarosjes dhe para çdo gjëje që ishim para situatave zhdukjes si pjesë e kësaj hapësirës etnike dhe autoktone këtu, dhe doli perëndimi ai i cili na ndihmoi dhe na solli këtu ku jemi. E njëjti komparacion është edhe me luftën e lindjen e mesme, le të themi mes Izraelit edhe Iranit. A u bë, falë se për ndërpres luftëm, a u bë gjithë ky konflikt me një farë lloj themi planifikimi të SBA-ve që thuhet se unë jam ai që ndali luftat ose ndez luftat. Po, absolutisht po. Shikoj, historikisht, përgjatë gjithë historisë, një superfuqi është ajo e cila e dikton edhe përfundimin e luftës. Ose për ta humbur, ose për ta humbur vëmendjen tek Ukraina, të cilën tashmë shumë pak po flitet në media për gjendjen atje, se ku po ndodh situata atje dhe çfarë do të thënë ai popull. Pak a shumë dallon, për shembull, vetëm si natyrë, se jo se luftrat nuk dallon, mirë po dallon për shkak se në lindjen e mesme, për shembull, kemi Iranin i cili në mënyrë absolute deklaroj atë shumë herë dhe pjesa perëndimore nuk i ka besu dhe nuk i beson në asnjë rrethon që mund të mos i përdor ato mjetë, atë fuqi bërthamore të cilën e ka. Dhe shiko, Shtetet Bashkuara e goditin pikërisht vetëm në uzina, jo të shkaktohen damit civile ose të krijohen gjëra të tjera të vujtjeve, dhimbjes të vrasjeve masive tjera. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, është ne që kemi përjetuar dhe kemi përcjell luftën në Kosovë dhe bombardimet e NATO-s, është një lloj formati i luftës një qysh ka qenë NATO-ja që i ka pripu ashtu Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe që formati asaj lufte është shumë i ngjashëm atë. Vetëm caqet të cilat janë që caqet të caktuara ushtarake ose
le të themi siç ishte edhe rasti i televizionit shtetëror në Iran, aty ku përhapet propaganda dhe tjera, domethënë dëmtimi i infrastrukturës së propagandës dhe të infrastrukturës ushtarake, asnjë gjë tjetër. Dhe kjo është për ta dëmtuar në këtë rast armikun ose kundërshtarin, sepse realisht në këtë situatë ata janë armiq sepse janë në luftë. Ajo që është me rëndësi për shembull për mua edhe për gjithë ata që i përcjellin domethënë se çfarë po ndodh, është se janë shkëndijat e para të dëpsimit regjimit aktual në Iran, dhe kjo është jashtëzakonisht me rëndësi, dhe në momentin që ndryshon regjimi atje krijohet edhe një demokraci, edhe ulen gjakra dhe fillon bashkëpunime dhe tjera, sepse kjo është atë paqja të cilën e kërkojnë shtetet e Perëndimit. Ne po flasim tek një Iran i cili nuk ka spak demokracia atje, s'ndon një individ dhe gjithë shkan varë të drejtat e njeriut, as pak nuk vihen në pyetje. As që janë kështu në pikpyetje, adin në atë sa duhet apo nuk duhet, atje janë të shkelura. Sa po flasim, e kemi edhe Gazën në anën tjetër, e cila ka përjetuar një luftë civile, temi, që patën shumë edhe fëmijë fatkeqësisht të vrarë atje. Po ndërka që edhe të Gaza nuk është që e kemi vëmendje tani ma, është këthyrë vëmendja krejt të lufta Iran-Izrael atje. Ashtu si që thash edhe më herët, lufta Iran-Izrael dhe me përfshirjen gjithashtu të Shteteve të Bashkuara e ka rëndësinë jashtëzakonisht më të madhe për shkak të fuqisë bërthamore, kjo është çështja dhe unë nuk prez zgjatjes, me të thënë të drejtën, të konfliktit mes Iranit edhe Izraelit. Unë mendoj se do të marrë fund shumë më shpejt, Gaza është diçka tjetër, Gaza sepse kemi në Gaza ka të bëj një betejë edhe për territor, edhe për çdo gjë, njëjtën gjë kemi edhe në Ukrainë, ka të bëj betejë për zhvillohet për territor, kurse mes Iranit dhe Izraelit nuk është çështje mes territorit. Dhe ajo përfundoi më tepër në momentin që në momentin që dobësohet një rapal, ushtarakisht dhe ndikimi i saj me infrastrukturën, çfarë do qofshin ato të cilat e ndihmojnë për shembull ose japin një fuqi luftarake në raport me kundërshtarin, ajo e kërkon mandej vetë armëpushimin edhe kërkon, jo vetëm armëpushimin, po e kërkon edhe marrëveshjen. E duket për fat të mirë që ana perëndimore, Izraeli me aleatin e vetë, Shtetet e Bashkuara janë në një pozicion jashtëzakonisht më të mirë dhe që ajo do të unë prez që nuk do zgjas shumë. Unë prez që atje do të kenë ndryshime dhe gjëra do ta marrin formën e një paqe, sepse në fundit kjo botë po kërkon paqe, njerëzit e kërkojnë paqen. Ne jemi më pak të informuar për Iranin, mbranda për mbranda se çka ndodh atje. Aq sa unë kam informacion që i përcjelli media ndërkombëtare, atje është një miliona njerëz që dojnë ndryshimin e këtij regjimi, sepse kanë vujt prej tij. Tash, është e njëjta si kur ne nuk na intereson me çfarë mjeti, a me bombë, a me luftë toksore, apo me sa, e kërkon lirinë, e kërkon të drejtën, e kërkon demokracinë, edhe kjo po ndodh atje, dhe është shumë mirë që po ndodh, edhe shpresoj që sa më shpejt regjimi atje të dorëzohet edhe që pjesa perëndimore e Izraelit dhe Amerika jenë triumfuese në këtë betejë. Unë pozicionohem absolutisht në anën perëndimore, në mënyrë që të krijohet një qetësi edhe atje. Në momentin që Irani, sepse Irani ka ndikim edhe në pjesën tjetër, edhe në Gaza, Hamasi është në një formë marionetë e tyre, dhe komplet këto grupet e armatosura që janë në këtë pjesën tjetër të lindjes mesme ka Gaza, në Liban, në Jordan, në këto pjesë të tjera, të gjitha janë ato të financuara nga Irani, prandaj dobësimi dhe rënia e këtij regjimi të Iranit do të thotë absolutisht që edhe pjesë të tjera do të qetësohen.
Ne urojmë që këto konflikte në botë të mbarojnë shumë shpejt mirë, po ne patëm me njëherë një reagim të kryeministit në detyrë, siç po thot ai vetes, pra se me qenë se është deklaruar si deputet, është betuar si deputet, më fal lutem. Nuk e di sa mund të quhet edhe kryeministi në detyrë. Mirë po, ai është pozicionu me njëherë ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe ka Izraeli. Pra, a është i shpejt ky pozicionim, apo ndoshta nuk e kemi neve aq shumë luksin të flasim për çështjet që kanë të bëjnë me botën, duke ditur problemet të cilat neve kemi brenda si shtet. Gjelza, gjëja më interesante për shembull ka qenë që në Kosovë ishte lajmi kryesor që Albin Kurti pozicionu nga Amerika. E përkraj seriozisht se këtu e shoh gjithçka, po kjo as që është dasht mu mendu e ke qarë njerëzit kanë pas frikë se mos nuk po pozicionohet. Adin, what? Edhe njerëzit janë gëzu sepse u pozicionu, u pozicionu se nuk është as pak faktore, e ke qarë, një deklarat si përfaqësore që nuk e ka edhe peshen, as nuk është kriminaliste legjitime. Po me gjithatë për publikun ka qenë nevojshme. Për publikun ka qenë nevojshme për një pjesë që besat të publikut, mirë po, kishtë qenë edhe jashtëzakonisht e pa imagjinume që me marë pozicion tjetër ose neutral. Kjo absolutisht çdo njeri që merr frymë në këtë vend, gjën e parë, po të kesh kushdo që të kesh qenë atë, ose çdo njeri realisht çdo qytetar duhet ta ketë logjikën e shëndosh, që Amerika dhe Izraeli që besa, shikon, kom qenë gazetar në kohën e luftës dhe unë i di qëndrimet dhe pozicionet e Izraelit në raport me Kosovën. E di se si ka prit refugjatët e Kosovës, e një shtetin e Kosovës, shkollon njerëz të Kosovës, shkollon njerëz zakonisht shumë, për çështjet sigurisë, për çështjet të cyber security, të sigurisë në internet, dhe ata kanë dhënë njerëz zakonisht kontribut të madh në edukim për këtë shoqi që mandej për Shtetet Bashkuara, për shumë vende për ndihmoras që diskutohet, prandaj për mua ka qenë gjëja më normale, për mua ka qenë e çuditshme se si njerëzit u ngazllyen atë shumë se u pozicionu, se dha një deklarat pro-amerikane, se jemi mësuar gjithmonë të qenë në një formë në kundërshtim me politikat amerikane. Dhe kjo është, prandaj e mori atë johonën në më duket më të madhe se sa që e meriton, se as nuk është kryeministe në kuptimin e plot të fjalës, nuk është i mandatum, është në as vetë nuk e di saktë është në detyra, apo është deputet, apo si është, mirë po si do qoftë një politikan i Kosovës si dha mbështetje Amerikës, kështu tingëllan edhe... Tingëllan një, ndashta edhe për Amerikanë, duke ditur gjitha këto kriza, më të themi, që kemi pasur. Me tonë të drejtën, unë nuk e besoj atas që kanë po edhe as që mirën, sepse nuk qënë pesh absolutisht, një diçka tillë, për shkak se nuk është vetëm njëherë një deklaratë se një pozicion, kemi vite të acarimit raporteve me tyne, prandaj një cicërim ose në Twitter ose një postim në Facebook, nuk i ndihmon asgjë mirë, po politikisht mund të tingëlloj se një politikan i Kosovës, që është si kryeministër në detyrë, u pozicionu karshi Shteteve të Bashkuara. Duke ditur të gjitha këto probleme që kemi pasur me diplomacinë ndërkombëtare gjatë këtyre periudhës 4 vjeçare, pra kemi një stagnim të raporteve Kosovë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së fundi Trump dha një deklaratë në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi. Është dashur dhe është shumë urgjente që qeveria ardhshme të punojë gjithsesi në diplomacinë ndërkombëtare, që fillimisht raportet ndërkombëtare të kemi në hapin e duhur, e pastaj të flasim edhe për çështje brenda Kosovës, siç është ekonomia, që duhet gjithsesi të vihet në krye një njeri i cili do t'i rregullonte të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, dhe të paktën të kemi një mirëqenie sociale në vendin tonë, që njerëzit të mujnë të kalojnë muajin pa pasur kriza në mes muaj, do shta kredi për me kalu muajin. Ashtu si që ndodhë fatkeqësisht tani.
Okej, djellë, ishin dy Janë çështje, dy dy çështje. çështje të cilat i ngrite në emisionin para kësaj radhe, që isha ne folëm për afërsisht, jo sakt për këto çështje, mirë po, unë thash se po i përsëris prapë se është çështje imediate, kur them imediate, është shumë e rëndësishme krijimi, rikthimi i ati bashkëpunimit se shiko, në të kaluarën, Kosova nuk ka pas, le themi vetëm në kuptimin politik ose diplomatik bashkëpunim, ka pas raport miqësor, ka pas raport miqësor, ka pas çdo gjë është bë bashkë me ta. Nuk është bani Kosova dhe pala perëndimi ka qenë ose si vëzhgues ose këshillëdhën ose jo, gjanat jenë bë bashkë. Çdo gjë, sepse jam krejtësisht në rrjedha dhe diçka ka ndodhur. Në këto vitet e fundit, situata ndryshoi pak. Okej, tentativa për me kriju një politik të pavarur, një politik të jashtme, le të themi, të pavarur ose autonome, që vetë Kosova të krijoj, po e shohim, po jam 1.000.000% i sigurt se ka dështu. Absolutisht ka dështu dhe çështjen e politikës së jashtme, për shkak se s'ka përvojë Kosova, le të themi, dhe për shkak se është një vend shumë i dopt akoma. Dhe për këto arsye, jo vetëm që të krijohet një relacion i bashkëpunimit, po duhet të rikthehet me dojmos ajo fryma e atij bashkëpunimit, le të themi, miqësor dhe vëllazëror që ka pas Kosova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në radhë të parë dhe me të gjitha vendet tjera që i takojnë kuintit, po edhe vendet tjera të botës perëndimore. Dhe kjo është shumë e rëndësi. A do të arrijë Kosova në këtë rast, kur them Kosova, unë prap orientona tek politik bërja që është zoti Kurti dhe lider tjerë partijar, kushdo që tjetë kryeministër, që ta rikthej frymen e miqësisë, nuk e di për shkak se kjo mbaret aq shumë nga vetë ne se si do të sillemi dhe si do ta krijojmë strategjinë për politikat e jashtme. Dhe që është e vërteta, është shumë problem që të rikthehen për shkak se gjanat kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Nuk është më Kosova në orbitën e askujt, sepse ka probleme shumë atë mëdha, jo vetëm këto që janë në lindjen e mesme Ukrainë e tjera, po kanë edhe probleme të veta të brendshme ekonomike për shkak se këto të gjitha ndikojnë, edhe tash jo çdo herë perëndimit duhet gjithmonë krye dhe të vrapoj pas neve, po ne duhet të vrapojmë pas tyre dhe të krijojmë hapësirat për vetveten në mënyrë që të gjitha ato që tha pastaj ndikimi ekonomik që të krijohet mirëqenia e njerëzve, këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën dhe pa një politikë jashtëzakonisht pozitive me perëndimin, sepse janë fuqi ekonomike, e kam fjalën, dhe me to ne si partner mund të zhvillohemi shumë a shumë, sepse ne kemi kapacitete shumë të limituara ekonomike për marrë në një standard le themi mesatar të BE-s, se ne nuk jemi as në standardin mesatar të jetesës, ne gjithsesi na duhet bashkëpunime me Shtetet e Bashkimit Evropian, dhe më përsa i përket zhvillimit ekonomike dhe njerëzor. Lirë me të flasim për mjetet të cilat kanë mbetur të pashfrytzuar që Për shkak të masave, për shkak të penive. masave ndëshkuesi që janë marrë ndaj A Kosovës. kemi marrë seriozisht këto masa? Jo, unë jam shumë i sigurt që masat kur i mori Bashkimi Evropian, gjithë betejë e qeverisë atëhershme, sepse unë kësaj aktuale nuk i them se është qeveri tamam funksionale, e gjithë betejë ka qenë se si ti minimizoj rëndësinë e aty, le të themi impaktin negativ që ato masa kanë brenda. Dhe për fat të keq që ja ka arrit këtij qëllimi, prandaj këtu nuk ishin nuk u bën një zhurmë shumë e madhe në opinionin publik në lidhje me ato masa, sepse pasojat e tyre po i shohim tash. A do shohim edhe më shumë, besoj. Po edhe sigurisht që i shohim edhe më shumë. Unë
realisht e pash dhe një postim të ministrit Murati, që paralajmëron dëmon 90 milion euro nga banka botërore. E që s'po flasim për 9.000, as 900, Po, 90 milion. ishte mirë, po dëmon, le të themi, ku ishte më herët sa ishte situata normale, pse nuk u miratun e atë kohë, pse nuk u miratun, ose si subjekt politik, a i keni miratu, jo, marrëveshje ndërkombëtare në të kaluarën, kur asnjë marrëveshje, dëmon, trendi i këtyne blokadeve është, dëmon, le të themi, i mos përfshirjes së opozitës në vendimarrjet, përsa i përket ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, është ndërtu pikërisht nga vetë vendosja në të kaluarën. Dhe këta po e ndjekin, po jo çdo herë, dëmon, se unë bashu habita për shkak se unë nuk i di edhe që e ka ndërku në kuvendin e Kosovës miratimin e kësaj marrëveshje. Edhe kërkova, dëmon, që a ka qenë e vendosur nuk e di. Prandaj, dëmon, vetëm gjuajtja pajisisë të dikush tjetër për mua nuk qëndron si diçka serioze. E di që këto çështje që kanë të bëjnë me ekonominë dhe problemet botërore do të përgjithashur edhe shumë kohë për shkak të kohës, ne duhet të ndërpresim këtu intervistën, shpresoj që herën tjetër do të kemi mundësi të flasim edhe për temat që kemi lënë përgjysmë. Faleminderit shumë që pranove që ti je në pode. Faleminderit. E neve të ndërra shikues do vazhdojmë në intervistën e radhës.